Qëllimi përjetësor i dashurisë. Video nëmër 1. Dashuria qëndron dhe do të vazhdoj të mbetet primarja prezantuese e jetës së njeriut të bindur ndaj autoritetit përjetësor të saj. Dashuria shprehet nëpërmjet fjalëve, veprave dhe ndjenjave të përzemërta me vlerësueshmëri në mënyra të ndryshme bujarie, mikpritje dhe shpresimi emocional. Dashuria është prirja ushqyese më e natyrshme dhe shtytse që i sapo lindur i merr nga vëmendja prindërore në përputhje me të gjitha metodat e mundshme të përzemërsisë. Natyrisht, kjo do të vazhdojë të jetë e drejta e secilit të sapo shfaqur në jetë. Dashuria është fuqi e heshtur dhe sukses modest, me gjithë bujarinë e saj në përputhje me natyrën e moralshme ndaj çdo domosdoshmërie etike njerëzore. Këto themele janë vendosur në karakterin e nevojave mendore, emocionale, fizike dhe frymore të njerëzimit origjinal për praktikim të përshtatshëm dhe funksionim shpresues. A mundet jeta të jetë e vërtet apo reale pa praninë e dashurisë? Apo është kjo jetë ose jeta origjinale që njerëzit po mundohen ta mirëmbajnë si të tillë? Njerëzit e krijuar në mençurinë e dashurisë po ballafaqohen me vështirësi të prodhuara nga ignoranca, egoizmi, lakmia, frika dhe urrëtia. Madje, edhe kur konsiderojmë disa pasanik krahasueshëm me shumicën, pavarësisht se sa të përkryer apo të përmbushur ata ndjen brenda botës së tyre, kufizimi përgjithësor dhe i pranishëm i 65 deri në 80 vitesh ose vite jeteje gjeneron frikë të vazhdueshme nga afrueshmëria e pashmangshme e vdekjes që u troket nder me heshtjen e saj agrivuese, një gjendje e cila e çrrënjos kënaqësinë e tyre supozuese. Prandaj, ato që njerëzit po e konsiderojnë apo eksperimentojnë për rreth 6.000 vite tregon se kjo jetë e nënshtruar nën këmbët e autoritetit të mospërsosmërisë dhe mëkatit është vetëm gënjeshtër, mashtrim, kotësi dhe përpjekje për të kapur erën në drejtim të verbueshmërisë mendore, kufizimit moral dhe pa shpresueshmërisë emocionale. Por sidoqoftë, vdekja nuk do të vazhdojë të sundoj si mbret, apo si një autoritet i pamposhtur në kundërshtim me kuptimin dhe qëllimin parësor të origjinalitetit të jetës pa kufi dhuruar njeriut mishor në tokë. Këtu vjen në ndihmë mençuria e dashurisë, në mënyrë që ne të mos vazhdojmë duke fuguar më kot drejt vdekjes. Po, mençuria hyjnore e dashurisë do të ndryshojë perceptimin tonë në përputhje me kuptimin dhe qëllimin e jetës. Kjo mençuri e përsosur rezervon pushtet pafund për ta drejtuar mendimin tonë në drejtim të jetës origjinale apo përjetësore dhuruar njeriut të bindur ndaj saj. Gjithashtu, kjo mençuri na mëson rrugën se si ta kuptojmë përjetësinë e instaluar që nga fillimi në brendësi të sensibilitetit njerëzor. Ky fuqizim është nxitja dhe motivimi i njeriut prej dheu që ai të dëshirojë të drejtohet me anë të qëllimit dhe domosdoshmërisë frymore, edhe pse tani për tani ne ndjehemi të poshtëruar nga autoriteti i mëkatit provizor i stampuar në brendësitë të qelizave tona. Tani, cila është jeta origjinale në përputhje me njeriu e parë? Biblikisht, kjo jetë quhet reale, sepse esencialiteti, bukuria, shija, fuqia dhe kuptimi i saj është thellësisht, lartësisht dhe gjerësisht përjetësor në të gjitha aspektet e mundshme njerëzore, engjëllore dhe ato hyjnore, sigurisht në përputhje me krijimtarinë ekzistuese. Pa kundërshtim, jeta reale është jeta e përhershme e cila u caktua që me Adamin si njeriu i parë, i cili të jetonte përgjithmonë në planetin Tokë. Kategorikisht dhe emfatikisht, kjo jetë është
themelimi origjinal I çiftit të parë njerëzor. Përveç kësaj, jeta e përhershme në tokë përmendet 40 herë në shkrimet e shenjtë apo në Bibël. Prandaj, në një far kuptimi, ne na duhet të bëhemi më të arsyeshëm me besimin ton të pakët, duke vepruar me gentiles ndaj tij dhe gjithashtu duke folur me besim ose me ngushëllim. Por në të njëjtën shkallë veprimi ne duhet I bindim ose ta bindim atë fuqimisht, domethënë besimin ton, veçanërisht kur ja transmetojmë këtë njohuri e cila do të thotë jetë për shpirtin ton të pranishëm mortor. Po ashtu, njohuria hyjnore është frymore dhe biblike. Kështu ne mund të kuptojmë madje edhe paraqitjen e shkurtër të kësaj mençurie dinjetoze, sidomos kur gjendja e zemrës ka nevojë për pjekuri, elasticitet, sinqeritet, oreks frymor dhe për ulësi. Çfarëdo lloj forme mishore dhe arrogance që mund të paraqitej si dobipruese, kjo frym do të ishte pengesë për zemrën e njeriut që të hynte në brendësi të portave aprovuese që rrezatojnë ndriçim përtej çdo horizonti moral. Prandaj, përpikmëria e kësaj njohurie shkon përtej filozofisë gufuese njerëzore. Kjo njohuri bazohet në mençurinë e dashurisë dhe çelikun special të përulësisë. Gjithashtu, kjo depozit është, ose më fal, kjo dispozit është ushqes informative me freski të pashuar nga vetë dashuria, e cila do të mbetet një përjetësi ose në përjetësi, madje duke lënë pas flakën e çdo dielli të universit material. Jeta reale nuk do të rrëshqas më kurrë nga qëllimi përjetësor dhe I përsosur I dashurisë. Qëllimi origjinal I jetës është vendosur mbi themelet e përhershme të kësaj cilësie dhe supremitetit të pasfidueshëm. Pavarësisht faktit që shkelja e vullnetshme e njeriu të parë e shkurtoi provizorisht privilegjin e këtij realiteti, prapse qëllimi fillestar do të mbetet ose do të përmbushet në harmoni me të gjithë ata individ që vendosin të zhvillojnë një gjendje të pranueshme dhe plot mirësi në brendësi të zemrës. Gjithashtu, meqense mençuria hyjnore e dashurisë I di qëllimet e thella të zemrës njerëzore, ky autoritet do të tërheq brenda fushës së saj përjetësore të gjithë ata që janë të destinuar për jetën origjinale, po një gjendje përsosur morale, emocionale dhe frymore e cila do ta ketë nismën e saj në mënyrë të menjëhershme direkt mbas Armagedonit. Si pasojë, askush nuk mund të qëndrojë në kundërshtim me dashurinë dhe ta vërë në pikpyetje mençurinë e saj për drejtueshmëri, pushtet për siguri dhe drejtësi për mbështetshmëri. Askush nuk mund t'i thot dashurisë përse vepron në këtë mënyrë me bujarinë dhe mirësinë tënde, meqense dashuria I zotëron të dy universit, si atë material dhe po ashtu atë frymor në kuptimin e plot fjalës, si vijim nuk do të ekzistojë ose nuk ekziston asgjë dhe askush që mund ta pengojë, kontrollojë dhe dominojë rrjedhën e përsosur së energjisë së saj pozitive. Vivaciteti apo energjia e pashtërueshme dashurisë është shpresa, besimi, paqja dhe vetë siguria jon për të shkuar përpara me ngazëllim emocional, pasion frymor, optimizëm moral dhe siguri me konfidencë pafund në të gjitha aspektet e mundshme të perspektivës ekzistuese njerëzore. Faleminderit.